Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një ditë pas konstituimit, Kuvendi i Kosovës mbajti seancën e parë. Miratimi i rezolutës përmes së cilës ka kërkuar nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hag gjykim të drejtë për ish-krerët e UÇK-s ishte vendimi i parë i legislaturës së 10. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mori pjesë në votim, pasi që kërkesa e saj që rezolutës t'i shtohet edhe një pikë përmes së cilës do të kërkoj zbardhja e vrasjeve para dhe pas luftës nuk u pranua. I vetmi që votoi kundër kësaj rezolute ishte deputeti i vetëvendosjes Fatos Geci. Plus deputetët që me ngritje dore të deklarohen, kush është për këtë Në seancën e sonshme, e cila nisi rreth orës 20, Kuvendi ka miratuar me 90 vota për rezolutën përmes të cilës kërkon nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar në Hag që të ushtrojë proces gjyqësor të drejtë ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-s. Deputeti i PDK-s Përparim Gruda tha se rezoluta është hartuar nga ekspert të pavarur. Konfirmojmë zotimin dhe përkushtimin e plotë për ndërmarrjen e gjitha veprimeve, për afirmimin e vlerave të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe historisë mbi të cilën është ndërtuar Republika e Kosovës. Deputetët e LDK-s nuk morën pjesë në votim pasi kërkesa e tyre për të shtuar një pikë në përmbajtje nuk u pranua. Shefja e grupit parlamentar të LDK-s Jehona Lushaku tha se ka pasur dakordim vetëm që rezoluta të vihet në rendite e jo dakordim për përmbajtjen e saj. Kjo rezolut kërkon nga të gjitha institucionet e rendit dhe ligjit të Republikës së Kosovës, si dhe inkurajon mbështetjen ndërkombëtare për intensifikimin e përpjekjeve drejt zbardhjes së plotë të gjitha vrasjeve të pazbuluara të ndodhura gjatë dhe pas periudhës së luftës në Kosovë, me qëllim që të sigurohet drejtësia për të gjitha viktimat, të zbardhet e vërteta dhe të fuqizohet shteti i së drejtës mbi parimet e paanësisë dhe barazisë para ligjit. Ky është një tekst i sjellur nga një grup i profesorëve mbi 300 antarë që janë deponuar si peticion në Kuvendin e Kosovës dhe nuk është një tekst i hartuar nga parti, vetëm ka pas një dakordim. Konsiderojmë të rëndësishme që kjo pikë të përfshihet. Faleminderit. Kush është kundër? Kundër rezolutës votoi deputeti lëvizjes vetëvendosje Fatos Geci, ndërkaq në votim nuk mori pjesë lista serbe. Në seancën e sonshme u miratua propozimi i ministrit të financave Kuran Murati për zgjatjen buxhetore për muajin mars, si dhe u votua përbërja e komisioneve parlamentare duke miratuar përbërjen e 16 komisioneve të Kuvendit. Ndërkohë qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e parë një ditë pasi në Kuvend mori votat për mandatin e ri. Me këtë rast ka riproceduar në Kuvend projekt buxhetin e këtij viti dhe disa marrëveshje ndërkombëtare. Kryeministri Albin Kurti tha se janë të gatshëm që nga nesër të diskutojnë me partitë politike edhe për postin e presidentit. Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhjen e parë një ditë pas formimit, me që rast ka riproceduar në Kuvend projekt buxhetin e këtij viti. Ekzekutivi miratoi gjithashtu një marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe 3 me Bankën Botërore, vlerat të cilave shkon rreth 1 miliard euro. Me Kuvendin e Legjislaturës së 10 të konstituuar dje dhe me votën tuaj sot, po i japim vendit një mundësi tjetër për t'i ratifikuar këto marrëveshje ndërkombëtare në Kuvend. Këtu i pari qeverisë përmendi disa nga ndarjet buxhetore që janë paraparë në projekt ligjin e buxhetit të këtij viti. Është buxhet me vlerë prej 4 miliardë euro, ku për komunat e Kosovës parashihen 867 milion euro. Ky buxhet e përmban edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik që paguhen nga buxheti, pagë e cila do të paguhet sapo të hyjë në fuqi ligji i buxhetit. Ky buxhet gjithashtu përmban edhe ndryshimin e nevojshëm që mundëson rritjen e shtesës për përvojën e punës nga 0.25% në 0.50% për 15 vitet e para. Ndërkaq pas konstituimit të Kuvendit e formimit të qeverisë, Kurti tha se janë të gatshëm që nga nesër të diskutojnë me partitë politike edhe për postin e presidentit. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri i financave Kuran Murati ndau më shumë informacione rreth projekt ligjit të buxhetit të 2026-s. Murati u pyet edhe rreth gjetjes së një zgjidhjeje për financim të qëndrueshëm për Radio Televizionin e Kosovës. Takon Kuvendit grupeve parlamentare që gjejnë konsensusin të gjejnë një zgjidhje të përhershme. Ajo çfarë qeveria ka bërë në këto vite është që përkundër
skadimit të asaj periudhës fillestare ku duhet të ndahej subvencioni për transmetuesin publik, megjithatë qeveria në vazhdimsi pra ka mbështetur transmetuesin publik përmes ndarjes së një subvencioni. Kush është për? Gjatë mbledhjes, qeveria mori vendim edhe për zgjatje buxhetore me arsyetimin se duhet të kryhen disa nga pagesat e planifikuara. E zyrtarët e Bashkimit Evropian përshëndetën formimin e institucioneve të Kosovës dhe theksuan nevojën që qeveria e re të avancojë shpejt në procesin e reformave. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas ka përshëndetur formimin e institucioneve të Kosovës dhe ka paralajmëruar se së shpejti do organizohet një takim në nivelin më të lartë politik në kuadër të dialogut. Ky është një moment i ri për të avancuar marrëdhëniet BE-Kosovë dhe dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Jam e gatshme të organizoj një takim të nivelit të lartë së shpejti, ka paralajmëruar Kaja Kallas. Që nga marrja e detyrës në dhjetor të vitit 2024, Kallas nuk ka pasur rast të organizoj asnjë takim të liderëve për shkak të rrethanave politike që kanë dominuar si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Ndryshe, takimi i fundit i liderëve në kuadër të dialogut është mbajtur në shtator të vitit 2023. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, duke uruar kryeministrin Albin Kurti, ka porositur se qeveria e re duhet të përparojë me shpejtësi në procesin e reformave në mënyrë që të zhbllokohet mbështetja e Bashkimit Evropian me vlerë prej qindra miliona eurosh, si dhe të ketë përparim në rrugën drejt BE-s. Edhe Komisaria Evropiane për zgjerim Marta Kos ka përshëndetur lajmet e mira nga Prishtina dhe ka uruar kryeministrin Kurti. Fokusi tani duhet të zhvendoset në avancimin e reformave të Bashkimit Evropian dhe sjelljen e përfitimeve të plota të planit të rritjes në Kosovë, ka porositur Kos përmes rrjeteve sociale. Ajo ka konfirmuar se së shpejti do të vizitoj Prishtinën. Kosova është i vetmi vend që Marta Kos nuk e ka vizituar që nga marrja e portofolit të zgjerimit. Shpjegimi zyrtar ka qenë vazhdimisht se vizita do zhvillohet kur të ketë një qeveri funksionale në vend. Ambasada e SBA-s uron qeverinë e re për bashkëpunim mbi prioritetet e përbashkëta. Urime për kryeparlamentaren Haxhiu dhe kryeministrin Kurti kanë dhënë edhe përfaqësues të Britanisë, Italisë dhe lider rajonal. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka mirëpritur konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Në një deklarim zyrtar, ambasada thekson se mezi pret të punojë me qeverinë e re për të quar përpara prioritetet e përbashkëta duke përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe përparimin ekonomik të ndërsjellë. Edhe ambasadori britanik në Kosovë ka uruar kryeministrin Albin Kurti dhe kabinetin e ri qeveritar. Ai tha se pret bashkëpunim ndërsa shtoi se vendi i tij është i gatshëm ta mbështesë Kosovën në reforma e forcim të institucioneve demokratike. Edhe ambasada e Italisë në Kosovë ka uruar Albulena Haxhiun për zgjedhjen në krye të kuvendit dhe Albin Kurtin për riemërimin kryeministër. Progresi i Kosovës varet nga institucionet forta dhe të qëndrueshme që mund të çojnë përpara reformat dhe të forcojnë më tej perspektiven e saj evropiane, shkruan ambasada italiane. Po ashtu, kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka uruar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mandatin e ri në krye të qeverisë. Nëpërmjet një postimi në platformën X, Plenković shprehu mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë për rrugën evropiane të Kosovës, duke theksuar se Kroacia mbetet përkrahas i fuqishëm i integrimit evropian të Kosovës. Ndërkohë dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti për nisjen e mandatit të ri. Në mesazhin e tij, Begaj i ka uruar suksese në drejtimin e qeverisë drejt progresit dhe zhvillimit. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të AK-s, ai ka njoftuar se nuk do të kandidojë më për kryetar të kësaj partie, duke dhënë edhe arsyet për këtë vendim. Kandidaturën për kryetar të kësaj partie ka shpallur Ardian Xhini. Nikosisht ajo që e di që është edhe rishi, pra ndoshta edhe ndryshim, është nuk do të kandidoj për kryetar të Aleancës në këto zgjedhje të brendshme, pra në kuvendin zgjedhor të Aleancës. I kam tregu kolegëve të mi disa arsye, edhe
ja shpjegoj edhe ju, mediat, dashur qytetar, pra po është kohë e gjatë, pra në udhëheqje nga themelimi i aleancës maj 2000, është një faktor koha, është edhe rezultati jo i mirë i zgjedhjeve, pra non shkurt edhe 28 dhjetor, por edhe sikur të ishte ndonjë rezultat tjetër, pra do ta merrsh një vendim të tillë, dhe po ashtu është besimi që kam në kuadrin e aleancës, në njerëzit e aleancës. Mbrojtja e Kadri Veselit në Hag kërkon lirimin e tij, duke deklaruar se prokuroria nuk ka prova që ai ka drejtuar shikun gjatë luftës apo ka pasur rol në ndërmarrje kriminale. Avokati Rodney Dixon akuzoi zyrën e prokurorit të specializuar për akrobaci në mungesë provash dhe kërkoi kujdes ndaj dëshmive të ardhura nga Serbia. Fjalën përfundimtare ka nisur edhe mbrojtja e Recep Selimit. Avokati Jeffrey Roberts tha se klienti i tij është i pafajshëm në secilën pikë të aktakuzës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, mbrojtja e Kadri Veselit ka vazhduar sot me fjalën përmbyllëse, duke hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë dhe duke kërkuar lirimin e tij. Avokati Rodney Dixon deklaroi se shërbimi informativ i Kosovës është krijuar vetëm pas përfundimit të luftës, duke theksuar se gjatë vitit 1999 ka qenë e pamundur të funksiononte një strukturë e tillë. Sigurisht që kishin filluar të ishin funksional, sepse kishte përfunduar lufta, edhe një shtet ka të drejtën e vet të ketë dhe shërbimin informativ. Të njëjtën gjë ka thënë zoti Veseli në dëshminë që ka dhënë para gjykatës supreme në qershor 2012 për të njëjtin rast. Dixon tha se lista e asgjës për krimet e pretenduara ndaj Veselit vazhdon, pasi sipas tij nuk ka asnjë dokument apo urdhër që e lidh atë me veprime kriminale. Në një pjesë të deklaratës, avokati kërkoi që trupi gjykues të ketë kujdes të veçantë ndaj provave të ardhura nga Serbia, duke theksuar se nuk mund të injorohet konteksti politik dhe veprimet e shtetit serb gjatë luftës në Kosovë. Ju nuk mund të injoroni atë çfarë ka bërë Serbia, sikurse Serbia të ishin thjesht dele që kalonin gjatë natës. Ky është rast klasik i dy standardeve. Dixon nënvizoi se dhomat e specializuara janë të rëndësishme për sundimin e ligjit dhe për të ardhmen e Kosovës, por theksoi se drejtësia duhet të bazohet në prova të qarta dhe në të vërtetën. Në përmbyllje, mbrojtja shprehu bindjen se përfundimi i këtij procesi, i cili ka zgjatur mbi 5 vjet, do të dëshmojë pafajësinë e Veselit dhe do të vendosë një precedent për brezat e ardhshëm. Fjalën përfundimtare e ka nisur edhe mbrojtja e Recep Selimit. Avokati Jeffrey Roberts tha se klienti i tij është i pafajshëm në secilën pikë të aktakuzës, derisa akuzoi prokurorinë e specializuar se nuk ka arritur të individualizojë veprat që i atribuohen Selimit, pra se ajo nuk ka prova konkrete kundër tij. Për të thënë thjesht, ata kërkojnë të gjejnë një kontribut të konsiderueshëm për zotin Selimi, thjesht nga ai, sepse ai ka qenë ushtar. Dhe kjo është thjesht e palejueshme dhe nuk duhet e papranueshme. Megjithatë, në paragrafin 233 të dosjes përfundimtare, prokuroria gjithashtu, kësaj radhe duket me sa duket për herë të parë, kërkon që t'i jap një rol politik zotit Selimi. Në një tjetër pjesë të fjalës përfundimtare, avokati sfidoi edhe pretendimet e prokurorisë për një ndërmarrje të përbashkët kriminale, duke pyetur në sallë nëse Ademi Ashari mund të konsiderohet pjesë e një të tillë. Referuar mënyrës se si ZPS e ka paraqitur këtë çështje, duke theksuar se prokuroria ka anashkaluar totalisht masakrën e familjes Jashari. Mbrojtja e Selimit do të vazhdojë fjalën e saj edhe ditën e nesërme. Kuvendi i Shqipërisë në një seancë gjatë ditës ka miratuar deklaratën e përbashkët në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kërkesa për votimin e kësaj deklarate u propozua nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Deputet pro, 0 abstenim, 0 kundër. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 92 vota pro një deklaratë të përbashkët për pavajsinë për udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kërkesa për votimin e kësaj deklarate në mbështetje të 4 ish udhëheqësve të UÇK-s, për të cilët prokuroria e Hagës ka kërkuar gjithsej 180 vite burg, u propozua nga kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla. Kuvendi i Shqipërisë
të përgatisim me urgjencë një deklaratë të Kuvendit të Shqipërisë, e cila duhet gëzojë mbështetjen e gjitha palëve në Kuvendin e Shqipërisë për t'i bërë qartë Hagës dhe çdo aktori tjetër se Shqipëria dhe shqiptarët, populli shqiptar nuk mund ta pranojnë një balë të tillë të hedhur kundër një lufte çlirimtare. Deklarata e propozuar nga mazhoranca dhe e shkruar nga dy ish-ministra të jashtëm, si Igli Hasani dhe Tritan Shehu, denon ashpër veprimet e Gjykatës Speciale të Hagës. Në leximin e kësaj deklarate, ish-ministri i jashtëm Igli Hasani theksoi se Kuvendi i Shqipërisë i jep mbështetjen e pakufizuar luftës çlirimtare të Kosovës dhe kërkon pafajësi për ish-komandantët. Për këtë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë deklaron mbështetjen e plotë dhe të pakushtëzuar për drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët ishin dhe mbeten përfaqësues të aspiratave të drejtat të popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendosje. Po të njëjtin qëndrim mbajti dhe bashkëshkruesi i deklaratës, përfaqësuesi i opozitës Tritan Shehu. Prandaj ishin detyrë sublime sot e këtij kuvendi të miratojë këtë deklaratë, të denoncojë pikërisht një proces fars që realizohet sot në Hagë dhe që kërkon të tjetërsojë të vërtetën historike. Deklarata e miratuar i kërkon qeverisë shqiptare dhe qeverisë së Kosovës të bashkëpunojnë ngushtë për të denoncuar përmes aksioneve diplomatike dhe politike në forumet ndërkombëtare krimet e Serbisë gjatë luftës në Kosovë dhe për të mbrojtur pavajsinë e ish-krerëve të UÇK-s. Për procesin në Hagë dhe gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s sot në Prishtinë është promovuar libri Drejtësia pa llogaridhënie autorit Ibish Neziri. Ky libër synon të shtrojë pyetje mbi standardet e drejtësisë ndërkombëtare, kozgjatin e paraburgimit dhe perceptimin për drejtësi selektive. Libri Drejtësia pa llogaridhënie u prezantua si një ndërhyrje në debatin aktual mbi drejtësinë ndërkombëtare dhe rolin e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Autori Ibish Neziri nuk synon t'i paragjykojë proceset gjyqësore ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por të analizojë nëse mekanizmi aktuali përmbush standardet e drejtësisë ndërkombëtare. Redaktori i librit, Ardit Bido, në mesazhin e tij të lexuar në promovim, e cilësoi veprën si një kontribut në reflektimin kritik mbi tensionin mes idealit të drejtësisë universale dhe realitetit të proceseve konkrete. Proceset në Hagë nuk janë vetëm procese gjyqësore, ato janë edhe procese historike. Ato do të ndikojnë në mënyrën se si do të shkruhet historia e luftës në Kosovë, mënyrën se si do të kujtohet ajo dhe mënyrën se si brezat e hashëm do të kuptojnë drejtësinë ndërkombëtare. Në diskutim u ngritën shqetësime për kozgjatjen e paraburgimit, perceptimin për drejtësi selektive dhe mungesën e mekanizmave të qartë të llogaridhënies në dhomat e specializuara. Dy librat e fundit, Gjykata Speciale e Arsim Bajramit dhe Drejtësia pa llogaridhënie e Ibish Nezirit, janë produkt të vëzhgimit dhe analizës së një praktike të deformuar në aspektin juridik, e cila padyshim që në analet e historisë së praktikave gjyqësore do të trajtohet si një precedent i veçantë. Sipas autorit, vepra synon të zhvendos diskutimin nga emocionet politike drejt analizës së parimeve juridike dhe të shtrojë pyetje që sipas tij kërkojnë përgjigje institucionale. Në përmbyllje të këtij promovimi dua ta falenderoj nga zemra të gjithë ata që secili në mënyrën e vet e bën të mundur që ky libër sot të jetë mes nesh. Drejtësia pa llogaridhënie konsiderohet ndërbotimet e pakta që trajtojnë në mënyrë të drejtë për drejtë funksionimin e këtij mekanizmi gjyqësor në një kohë kur proceset në Hagë vazhdojnë të mbeten ndër çështjet më të debatueshme në hapësirën shqiptare. Sot ka përfunduar afati për dorëzimin e aplikimeve për legalizimin e objekteve në luginën e Preshevës. Institucionet kompetente kishin paralajmëruar se pas këtij afati nuk do të ketë shtyerje, përveç në rastet kur qytetarët kanë pasur arsye objektive apo probleme shëndetësore. Drejtori i urbanizmit në Preshevë, Ardian Aliu, ka deklaruar për të kënd se këto raste ka një afat shtesë prej një viti për aplikim. Në të kundërtën, qytetarët rrezikojnë të humbin të drejtën për legalizim sipas kushteve aktuale. Pavarësisht zhvillimit të hovshëm të teknologjisë informative, nostalgji
ku shtyp gazeta e parë Rilindja i takon vetëm historisë, pasi zona përfshirë objektin e dikurshëm ka marrë pamje tjetër. Kjo është hapësira ku për herë të parë me 12 shkurt të vitit 1945 është botuar për herë të parë gazeta Rilindja në Prizren, e që tashmë nga ky objekt nuk ka mbetur asgjë. Sot vendi ku shtyp gazeta e parë Rilindja i takon vetëm historisë, pasi kjo zonë përfshirë objektin e dikurshëm ka marrë pamje tjetër. Dikur pjesë e përditshmërisë në çdo shtëpi, sot ato mungojnë në raftet e shitjes dhe në duart e lexuesve besnik. Për më të moshuarit, kjo mungesë nuk është vetëm ndryshim formati, por një boshllëk emocional. Ata kujtojnë me nostalgji mëngjeset me gazetë në dorë. Ma shumë sot për sot, ma shumë mungon për nostalgji, edhe për vërtetësi të informacionit. Po, lexojmë prishim më se nashka prishim sportin me drejtu. Qetëra gazeta, qetëra është ata, s'po besosh, që po qesin në për internet, apo dhe shka Facebook, gazetën, pa gazetë, në bukë shësha 2 gazeta më shka, Kosova sotën, bujkun. Edhe besoj shumë natë që gazetat fizike kanë pas një përparësi në krahasim me portalet, sepse gjithmonë është tregu e vërteta. Sipas gazetarit dhe aktivistit Fisnik Minci, mos shtypja e gazetave lidhet me zhvillimin e teknologjisë dhe kalimin masiv drejt mediave online. Po besueshmëria në gazeta ka qenë më e madhe, sepse për me e botu një artikull, një shkrim në gazet, ka kalu në për duart e redaktorëve edhe në fund të kryeredaktorit, ndërkohë që këto filtra tash në presionin e kohës, ndoshta në rrjetet sociale apo edhe në web portalet ndoshta edhe nuk kontrollon apo nuk i kalojnë gjithë këto filtra sikurse që ka qenë në gazetë dikur. Tashmë gazetat e shkruara, qoftë Rilindja apo të tjerat që pasuan pas saj, nuk shtypen më në Kosovë.